Andrea, po, vazhdo. Po, unë duhet të vazhdoj aty ku e la avokati të pjesa e censurës lajmit. Një nga mekanizmat që është që shfrytëzohet nga këto organizata është edhe kryetari i shoqatës së gazetarëve, Asociacionit Gazetarëve, që është Isa Myzyrej. Dhe Isa Myzyrej është personi që ka censuruar shumë lajmet në Shqipëri. Po e kemi kolega të, çak kemi Isajin? Isaj, ta them unë, Isaj është ai njëri që censuroi live në KQZ, kur ne denoncuam dhe zbuluam me prova publike që pajisjet e identifikimit elektronik ishin fake. Unë votova me kartën e Mandit në eksperiment, votova me kartën time 2 herë, votoj Mandi me një copë karton, dhe Isa Myzyrej bëri thirrje gjithë gazetarëve që mos e jepni këtë lajm, sepse paguhet nga OSBE-ja. Si parim. Dua të them këtë që Andrea ka shumë drejtë që përmend kryetarin e shoqatës gazetarëve, i cili ndodhet aty sepse është përfaqësues i komitetit LGBT dhe kanë vënë aty se ai është gjendë të siguroj fonde, sepse nuk ka asnjë kuptim që një person me këtë formë, me këtë përgatitje, me këtë eksperiencë, me këtë moshë të bëhet kryetari i gjithë gazetarëve të Shqipërisë. Dhe arsye vetëm është marrëdhënia me institucionet ndërkombëtare, është lobimi që ata bëjnë për të pas njerëz të tyre kudo për të ushtruar censur.